Një muaj më parë, redaksia jonë publikoi denoncimet e shumta të ish punonjësve të kompanisë të dyshekëve Biotet, të cilët ankoheshin se pronarët e kompanisë i keq trajtonin dhe nuk jepnin pagat. Në fokus të kritikave u vu pronari i kompanisë Kreshnik Leskaj, si dhe ekonomistët Manu Lela dhe Greta që asnjëherë nuk jepnin zgjidhje punëtorëve që kërkonin pagat e tyre. Tashmë që ka kaluar afërsisht një muaj nga ato denoncime, Kreshniku i Biotes nuk ka harruar zakonet e vjetra. Pavarësisht denoncimeve, punonjësit nuk i kanë marrë ende pagat e prapambetura, ndërkohë që autoritetet nuk bën asnjë reagim për këto denoncime e abuzime me vartësi. Tjoçi Olbenja kontaktoi përsëri me disa prej denoncuesve të rasteve para dhe ajo që na u konfirmua është se pagat nuk janë shlyer ende sot e kësaj dite. Situata vazhdon të jetë po njësoj. Punonjësit akuzojnë Kreshnikun për heqje të padrejta nga puna, pagesa të pashlyera, paga me 2 bordero, denoncimet në përgjigje dhe si një njeri që i trajton punonjësit si lecka. Jam një ish punonjës e kompanisë më të fliqur që ekziston, kompania Biotea. Ato përveç se nuk të japin rrogën e plot në bank, shfrytëzojnë punëtorët në mënyrën më makabre të mundshme dhe sikur mos të mjaftoj kjo, e përro që drejtojnë këtë kompani të fëlliqur me në krye Kreshnik Leskaj i ofendon punonjësit e tij sikur të ishin lecka dhe jo njerëz, shkruan një denoncues për taksin ton. Sot punonjësit na thanë: "Përshëndetje, unë kam për të marrë më shumë nga të gjitha ty dhe askush nga stafi Bioten nuk më ka marrë për pagesën, me sa kam pa mund të jem mbi 20 punonjës kështu." Problemi vazhdon ndërkohë që drejtësia dhe institucionet duke se kanë marrë pushimet e verës.